Për dekada me radhë ai ka sfiduar lartësinë, motin e ashpër dhe rrezikun e energjisë elektrike për të sjellë dritë në zonat e jugut të vendit. Koçoteka nga Mbreshdani është një prej elektricistëve veteran që kontribojnë në ndërtimin e linjave elektrike në aksin Këlcyr-Përmet, duke nisur rrugëtimin e tij që në vitin 1970. Mes shtyllave të tensionit, maleve dhe motit të ashpër, Koçoteka kujton vitet e punës me emocion dhe krenari. Ai tregon se ndërtimi i rrjetit elektrik kërkonte jo vetëm forcë fizike, por mbi të gjitha përqendrim, guxim dhe përgjegjësi të madhe. Sa për dieni, unë kam qenë në 70-ën, elektricist i zonës Këlcyr rrethit Përmetit. Kam patur vështirësi të mëdha gjatë kohës së parë, sepse çdo gjë e bëni me lëvizjet me këmbë dhe jo me makinë siç janë sot, që kudo që kanë defekte do shkojnë me makinë. Ndërsa në atë kohë që isha unë kishim këto vështirësi që do ikje me këmbë e para. E dyta pastaj vështirësitë e punës që do hipje në shtylla, do bëje riparimin e defekteve që kishe në linja, në tensionet e mesëm, në tensionet e ulta, në gjithë zonën e Këlcyrës, ne mbulonim këtu. Pastaj në kohën e demokracisë, pastaj kaluam që kishim gjysmën e rrethit këtu nga ky në stacion, që furnizon këtë zona nga ne varej. Edhe ne i përgjigjeshim për punët dhe defektet që kishin gjithë zonën. Natën, ditën, ne ishim shumë të gatshëm. Për të, energjia elektrike nuk ishte thjesht një profesion, por një mision për të sjellë dritë dhe zhvillim zonave të thella. Shumë e vështirë. Që të punosh në elektrik do të thotë që duhet një përgatitje dhe vullnet i madh. Manevrime në të shumta, unë isha si më i vjetër nga këta shokët e tjerë, se 5 veta kemi qenë atyre. Edhe unë merresha me manevrime, por gjithë jetës time nuk patëm një viktim, nga i vetmi në stacion mund të thuash në Republikë që nuk ka patur viktima. Atëherë kemi patur shumë të vështirë komunikimin. Pas sa kohë, pasaj na erdhën radio që ishin nga aktasit policisë me kilometra si e kishin atë valët, që kapeshin edhe vetëm të atyre atyre. Ishte behar diell këtu, nga Frashit, zonë e Frashit, po gjymonte. Edhe më vjen e kam dhe sot unë pullat e shkarkimit të rrufeve, mbi tensionet himnin, në kaq largësi, merrem me mend. E shumë raste të tjera që kam patur në për linjat që për fat të mirë që nuk kisha psuar gjë. Edhe sot, në moshën 75 vjeçare, ai mbetet i lidhur shpirtërisht me profesionin që i kushtoi jetën. Teksa kujton të kaluarën, në zërin e tij ende ndihet pasioni për një punë sa të rrezikshme aq edhe të bukur. Që të shkëputesh me njëherë që nga shumë e vështirë. Këtë më tregon vetë eksperienca e jetës dhe vetë që po jetoj. Që nga shumë e vështirë, ai që është njëri që punon dhe e ka patur zell punë. Bile unë dhe shtyta për të vazhduar punën kur dolla në pension. Për fat të mirë, janë hapur shumë kurse, shumë shkolla, 2 vjeçare dhe 4 vjeçare. Edhe bën gabimin më të madh që nuk vjen. Por shikojnë që janë ca të rinj kanë mbaruar, edhe nuk e ushtrojnë zanatin, e kanë me frikë. Zanati elektriku është i pavdekshëm. Do jetë i nevojshëm në çdo kohë që të vijë. Historia Koçotekës mbetet një dëshmi e sakrificës dhe përkushtimit të njerëzve që ndërtuan infrastrukturën elektrike në jug të vendit, në një kohë kur çdo linjë ngritur ishte një hap drejt zhvillimit.